Përshëndetje të nderuar vletar, mirë se vini në episodin e radhës në të cilin vendosa t'ju tregoj, sidomos vletarëve të ri, kuptohet një teknik për shfrytëzimin maksimal të mbretreshave. Shpesh herë kur mbretresha, domethënë, nuk kanë pjellje të mirë, dobësohen e kështu me radhë, vletari dëshiron ta ndrojë ato. Një prej teknikave për ta ndruar është të vendosim direkt një mbretresh të fëkënduar. Kjo dihet, e kemi shpjeguar në video tjera, po sot du t'ju tregoj si ta krijoni një mbretresh dhe njëkohësisht mos të humni fare pjellje ose gjenerat në koloni. Ajo çka ju duhet është rrjetë për bllokimin e mizave që përdoret ose mushkonjave, rrjetë më shpesh që nuk mund të kalojë bleta, dhe një rrjetë hanemoni. Kjo përdoret për arsye, rrjetë hanemoni për arsye se ka portë. Portë ku mund të kalojnë bletët. Pse përdoret do ta shohim vazhdim. Në këtë rast këtu ku kemi afër meje kam një koloni ku dua të ndërroj mbretreshen. Por dua që të krijohet nga vetë bletët. Duhet ta vras mbretreshen, por në momentin që e vras, atëherë nuk do të kemi rreth 25 ose 30 ditë pjellje. Dhe kjo mund të jetë në pikpyetje sepse mund të dështoj fekondimi, pastaj prap kemi humbje tjetër. Kurse ne sot do të përdorim një teknik ku njëkohësisht do ta shfrytëzojmë mbretëreshen e vjetër në të njëjtën vend, në të njëjtën koloni, po ashtu do të krijojmë një mbretëresh të re. Si është kjo teknik? Ndoshta për juve dikush e di, por ato që nuk e din, mund ta mësojnë dhe ta praktikojnë. Por më shumë, tash do të afroj kamerën dhe do të shihni gjithë procedurën. Por praktikisht do t'ju shpjegoj në mënyrë teorike. Ajo çfarë do të bëjmë është, do ta gjejmë mbretreshen dhe do ta vendosim në katin e dytë. Kurse në katin e parë do të lëmë vetëm vezë, ushqim, polen. Gjitha proteinat, gjitha energjinë dhe fuqinë e kolonisë do ta fokusojmë në katin e parë, aty ku mungon mbretresha. Kurse ndërmjet kateve, sipër kornizave, më njëherë vendosim rrjetën e cila bllokon kalimin e bletëve. Pastaj mbi këtë vendosim rrjetën e hanemonit e cila mundson daljen e bletëve. Në katin e parë, pas disa orëve kolonia do të ndjejë mungesë të fermonit të mbretreshës, sepse nuk mund të transmetohet, po ashtu bletët nuk kanë kontakt fizik, si dhe mbretresha nuk mund të kaloj poshtë. Në katin e parë, më njëherë do të fillojnë krijimin e amzoreve, që do të thotë se ne kemi dhe po formojmë, më saktë po formojmë një mbretresh të re, kurse në katin e dytë, mbretresha vazhdon punën e saj pa humbur pjellën. Pas 25 ditë, që preferohet që të kemi vezë ose 30 ditë më saktë, duke përfshirë nga veza, sepse në ditën e 16 do të lindë mbretresha, do të shkojnë 3 deri në 5 ditë, derisa të bëhet e gatshme për fekondim. Pas kthimit nga fekondimi, po ashtu kemi 3 deri në 7 ditë, varësisht si ka shku procedura e fekondimit, kështu që rrumbullak mund të kemi 25 ditë ose 30 ditë. Gjatë këtyre ditëve që ne presim që mbretresha e parë të jetë e gatshme, një mbretresha e re të jetë e gatshme në katin e parë, ne kemi pjellë në katin e dytë. Kështu nuk kemi humbur fare gjenerat. Në momentin që është fekonduar mbretresha në katin e parë me sukses, ne vetëm heqim rrjetat, mbysim mbretreshën në katin e dytë të vjetrën, vendosim gazet dhe i bashkojmë këto dy koloni dhe nuk kemi humb asgjë fare. Kemi fituar një mbretresh plus kemi koloninë e fuqishme me blet. Në rast se dështon mbretresha nuk fekondohet me sukses në katin e parë, na prap nuk kemi humbje fare asgjë. Pse? Sepse prap mund të vendosim gazetën dhe t'i bashkojmë kolonijet që të vazhdoj funksionimi me mbretreshën e vjetër. Do të shohim tash praktikisht atë që ja thash.
Tani pjesën e vazhdim do ta gjejmë mbretëreshën dhe do ta vendosim në katin e dytë. Këtë pjesë nuk do të xhiroj për shkak se na merr kohë. Atëherë, siç e përmenda më herët, se gjejmë mbretëreshën dhe vendosim në katin e dytë. Nëse e keni në katin e dytë, okay, perfekt. Po për shkak se kemi pas rrjet dhe ka qenë në katin e parë, jemi detyruar ta gjejmë. Në atë kornizë ku e zhvendosim në katin e dytë, po ashtu kemi vendosur edhe dy korniza pjell të pjekura lart, sepse tjerat ishin me ushqim të pavullosur. Ta zhvendosim rrjetën, e cila bllokon kalimin e bletëve punëtore, po ashtu edhe kontaktin e tyre fizik. Vendosim rrjetin e hanemonit me port. Me port sepse të kenë mundësi të kalojnë bletët e katit dytë. Dhe ta zhvendosim katin e dytë sipër. Perfekt. Kjo është e gjithë procedura. Nuk ka nevojë të ushqim fare, sepse në katin e parë kemi polen, ushqim, po ashtu edhe fokusi më i madh i bletëve është këtu dhe shpresojmë që dalë një mbretëresh cilësore. Të nderuar bletar, kthehemi fiks pas 3 dite, fundi i ditës së tretë, pasi kemi bërë veprimin e njëjtë edhe në këtë koloni. Pjesën e dytë të kësaj teknike vendosa ta bëj në koloni tjetër. Shohmi tash se a kanë fillu krijimin e amzorëve në katin e parë. Por arsye se në katin e dytë kemi ngrit mbretëreshën. Këtu e kanë portën, në të cilën domethënë ka pas qarkullim, siç ka qenë më herët gjithçka. Kjo është edhe një prej pozitivitetit të kësaj teknike, sepse kolonia nuk zvogëlohet, intensiteti vazhdon i punës. Heqim katin e dytë. Me shumë kujdes, mbretëresha është lart, ka vend për pjellje, edhe pse nuk ka pas një par intensitetit lartë, dhe këtu heqim rrjetën së bashku me, në këtë rast kemi përdorur rrjet të gjelbërt. Rrjet e cila përdoret për propolis. Kjo është. E largojmë me shumë kujdes. Dhe çka bëjmë? Shohmi a kemi çibuk apo nuk kemi. Ushqim. Qëllimi është të gjejmë çibuk pa hyrë në detale dhe pa zgjat video. Për plot ushqim, këta janë që i kemi ngrit nga kati i dytë, i kemi zrit poshtë. Polen ushqim mjalt. Këtu duhet që dikon pjellja. Dhe ja. Siç ju thash se kolonia në katin e parë ndjen mungesë të madhe të mbretëreshës, shihni 1, 2, 3, 4 çibuk. Këtu poshtë 5, 6, 7, 8 çibuk. Plus nga ana tjetër kemi çibuk. Filloi rrahja e krahëve më të madhe. Dhe edhe këtu kemi çibuk. Ja. Por nuk do t'i lëm gjithë këto çibuk, sepse këto të gjitha kërkojnë ushqim. Këto do t'i shkatrojmë, edhe këto, edhe këtë larg këto. Kemi një çibuk tjetër, edhe këtu kemi 4 çibuk tjerë, për të cilët kolonia nuk ka nevojë të lodhet për t'i ushqyer. Këtu pas kemi dikon 4 çibuk, i prishim. Nuk ka nevojë t'i ushqejnë gjithë çibuk dhe dalin mbretëresha, sepse mund pastaj të kemi më shumë se një mund të kemi rojitje. Nëse lindin shumë mbretëresha njëkohësisht. Kjo ndodh zakonisht në kolonitë e forta, po ja shihni këtu sa çibuk kemi. Këto dy çibuk bineç do t'i lëm këtu. Këtu kemi. Kolonia ka ngrit dikon mbi 15 çibuk. Tash kolonia do të fokusohet t'i ushqej vetëm këto 4 apo 5 çibuk që i la. Zhurmë e madhe, rrahje krahëve, nuk dëgjohet në mikrofon.
Si rezultat i mungesës së mbretëreshës, pavarësisht se është në katin e dytë, por është ndarë me rrjetë. Opa. Mirë s'ka mjaft. Dhe procesi përfundon. E kthejmë rrjetën siç ishte, me qëllim që bletët mos kenë komunikim ndërmjet veti. Po ashtu edhe mbretëresha sigurisht nuk mund të kalojë për shkak të rrjetës. Vendosim katin e dytë. Sa për kuriozitet, mund ta nxjerrim dhe të shohim mbretëreshën nëse kemi rast, e cila duhet të diku në mes. Këtu kemi larva, siç u thash se mbretëresha e vjetër në këtë rast vazhdon punën e saj dhe ne nuk humbim fare. Paralelisht, poshtë po krijojmë një mbretëreshë të re, kurse këtu vetëm se vazhdon puna. Të nderuar shikues të kanalit tonë Mbretëria Shqip, qoftë në Facebook ose në YouTube, kjo ishte një teknikë të cilën e praktikoj shpesh herë dhe pata dëshirë që ta ndaj me ju. Ndoshta dikush mund ta shfrytëzojë dhe i bën dobi. Një prej benefiteve tjera është sepse nuk ke nevojë të bësh koshere tjetër ose nukleus. Thjesht në një çati mund domethënë të krijosh paralelisht një mbretëreshë të re, po ashtu edhe ta shfrytëzosh deri në maksimum mbretëreshën të cilën dëshiron ta ndrosh. Lind pyetja, mund të vendosim direkt mbretëreshë të fëkënduar? Po, kjo është mohabet tjetër. E heqim mbretëreshën e vjetër e vendosim trejen, po nuk po flasim për këtë temë. Thjesht po flasim ndërrim duke kriju çibuk në të njëjtën koloni, pa humbur fare pjellje ose gjenerat. Nëse ju ka pëlqyer video, na shtypni një like, nëse keni ndonjë koment, qoftë kritik, si edhe lavdrat, lirisht mund na shkruani poshtë në koment. Mirëmbëjtje dhe shihemi në një video tjetër.